Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ndodhet në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është pritur në takim para ditën e kësaj të premteje nga numri 2 i Departamentit Amerikan të Shtetit, Michael Rigas. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Rigas përmes një postimi në rrjetin social X, ku shprehet se kanë patur një bisedë konstruktive me Peleshin, ndërsa zbulon se në fokus të takimit kanë qenë forcimi i bashkëpunimit strategjik Shqipëri-SBA, thellimi i bashkëpunimit në mbrojtje dhe siguri, lufta ndaj krimit të organizuar, si dhe investimet amerikane në sektor strategjik. Bisedë frytëdhënëse me Niko Peleshi për ndërtimin e një të ardhmeje më të fortë dhe më të begatë për Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë. Do të vazhdojmë bashkëpunimin me Shqipërinë për stabilitetin rajonal dhe global, forcimin e NATO-s, çmontimin e organizatave kriminale transnacionale dhe rritjen e mundësive për bizneset amerikane, shkruan Rigas në rrjetin social X. Gjithashtu, kreu i Kuvendit është takuar edhe me zëvendësin e sekretarit të Shtetit, Marco Rubio. Diskutimet përfshin edhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, me vëmendje të veçantë ndaj Kosovës, ku nënvizua nevoja për stabilitet, dialog dhe bashkëpunim rajonal si faktor thelbësor për paqen dhe sigurinë afatgjatë.